Përshëndetje, mirë se vini në Vox Pop me URF dhe mua Elisa Kocaqin. Sot ndodhemi eksaktësisht pranë liçenit artificial të Tiranës, ku do të pyesim disa nga qytetarët në lidhje me stresin në përditshmërinë e tyre. Sa ndikon ai dhe problemet sociale në shëndetin e tyre mendor dhe jo vetëm. Jeni me mua. Sa mendoni se ndikon ritmi i jetesës në Shqipëri në gjendjen tuaj emocionale? Ritmi i jetesës Po. Shpejtësia, jeta e shpejtë që bëjmë, që çojmë herët në mëngjes, çojmë fëmijët në shkollë. Varet edhe nga personi. Unë jam person që i marr gjërat siç më vijnë, i pranoj, jam e qetë. Dikush është me emotiv, e merr rrjedha, mua nuk më merr. Stres. Përgjithësi stresi është bëha mjeti i jetës tonë në momentin e përditshëm. Shqiptari është rritur me stres dhe vazhdon akoma domethënë edhe sot i thje më shumë, por e rëndësishme është që të përballojmë. Ritmi i jetës vërtet është bërë i shpejt, stresi, shëndeti mendor, janë tema depresioni, sëmundja e shekullit. Janë tema që ndikojnë, sidomos tek rinia, më shumë se sa të brezi vitet e tani. Do japësh një mesazh më që jemi dhe në muajin e shëndetit mendor? Mendoj që mesazhi më i rëndësishëm, e di që duket klishe, po është të duash dhe të kujdesesh pak më shumë për veten. Gjërat e tjera rregullohen. Besoj se po. Po mendoj se po. Me tepër i lodh ekonomia, mos pasja një pune përhershme, trafiku është në top list. Në top. Gjithmonë, sidomos brenda unazës njerëz të njerëzshëm. Besoj se rregullon gjërat më mirë, shpresoj. Urimi është një iniciativë shumë e mirë, domethënë sot jetojmë në një kohë që përveç se për disa persona ekziston, jo për disa, por për shumicën, domethënë ekziston mundi fizik, por është edhe shëndeti mendor që duhet t'i kushtohet një rëndësi shumë e madhe. Njerëzit preferojnë domethënë disa t'i marrin për vete ose disa t'ia anashkalojnë në mënyra të tjera, por nuk ka më mirë se sa komunikimi ose t'i kërkojnë ndihmë edhe nuk e di njerëzve të afërm ose shokëve ose solucione të tilla, le të themi, zgjedhje të tilla. Mendoj që jeta duhet jetohet deri në fund me optimizëm, ti bëhet ballë çdo lloj vështirësie, edhe pse jo ti kushton një rëndësi shumë e madhe shëndetit mendor dhe sëmundjeve të tjera, domethënë që sillin si shkaktar stresi dhe ankthi.